edhe aty të një ma shumë u kuptu që është gjenës. Në thonë kishtë pas një dy luftim në vojnik të Abidin Regja, forcat serbe gjatë të Regjës, pastaj kishin sulmu shkollën, në thonë ku kishtë mbet i vrarë mësusi Halit Geci, edhe në Laush, në thonë aty në konsultim e Sipri, u diskutoj këtë ceremonia e varrimit mësusit, kishte rreshjet mdhaja të sheu, kemi të kjarë, në thonë kushtet atmosferike nuk janë konë shumë përshtatshme, po shumica e njerëzve që kanë qenë mobilizum aty, në thonë në zonë, të përfshi prej komandantit Adem Jasharit e burrave tjerë, që janë sot herojnë një pjesë e madhe e tyne, ideja ka qenë më bo gati për një dy luftim, sepse pritej një sulm i ri i forcave serbe, por si duket e këshim mësu keq një ditë ma herët edhe ajo nuk ndodhi. Aty nuk bëhe laf ma qërë peshe do të ketë kjo ngjarje ose ajo ngjarje, po qëllimi ishte sa ma pak dome në palën tanë edhe sa ma shumë i dëmtu forcat kundërshtarë, në këtë rast forcat serbe. Kur e kanë vendos, aty të jemi krejtësisht duhet me konë transparent, jo, nuk e kemi ditë peshën e ngjarjes, do të thonë, aty është vendos Muja dhe Regja me dalë, mu Drenica më ka nderu personalisht, edhe si mosafer ndoshta, edhe si djalë i ri, edhe si një zonë që në atë kohë veç, kush dënë tash pak historinë, ishin disa muj, kur veç ish vra Luani, ish plagu Ramushi, ish plagu Vëmilla Drovci, kishte pas një betejë shumë të madhe, dhe më thonë ma herët, kishte ndodhë rasti i vrasjes Adrian Krasnicit në Dugaxhin, në stacion policor në Kliqin, ishte vrarë po ashtu 2-3 ditë ma herët, Halit Gjoci, i Gjocejve të Junikut, një burë, një aktivist shumë i fuqishëm i kohës, edhe pjesëmarrja e Davut Haradinajt në ngjarje më shumë kanë nënkuptu se Drenica dhe Dugaxhini janë bashkë në një luftë tashmë pa diskutueshme dhe s'kishte kthem brava. Ndje i qartë që Serbia nuk heket prej Kosovë pa janë regishtin, nuk heket prej Kosovë pa gjak. Kur kum shku në Drenicë, kum shku në uniformë, po menojnë tesha civile. E kum pas një tip setre anti-shi, që ka qenë në ngjyrës ushtarake, por shumica e njerëzve që janë konë në shtëpinë e Sabit Gecit, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese, janë konë civil. Edhe ishte koha e parë kur uniformat e UÇK-s kishin ardhur në Kosovë dhe kanë qenë uniforma zvicrane. Me thonë Allah dhe jo fotografia e video që del tash, shihet që janë uniforma zvicrane. Mas janë kry konsultimet dhe u ardhur përfundimi se kush do ta lexon deklaratën, në këtë rast Regja, kanë thonë edhe Dautit jetë pjesë, uniformën ma ka thonë Musti Jasharit. Me thonë, unë s'kum pas uniformën e Komtina. Pastaj, ajo tip berete, dhe me thonë, nuk onë improvizuse. Dhe ashtë nuk përdu mi vleftësu parafolqët edhe ata që po flasin për luftën edhe për historinë e UÇK-s, por e vërteta është që ne nuk kemi pas emblemat e UÇK-s, akoma në Kosovë. Dhe me thonë, edhe nëse ishin një video dhe pamjet, shihet që emblema UÇK-s dhejnë këtë ditë. Nuk ka qenë në Kosovë dhe njerëzit sado që mundohen me marë primat se kishte ose s'kishte, nuk kishte. Unë e maj menë si sot, kur ku mendos një flamur kombëtar të ushtrisë Shqipnisë. Më thonë, në atë kohë ishte një Shqiponje zezë me ngjyrë të kuqe rrethoj, po që ishte një ngjyrë shumë e kuqe, tepër e kuqe. Më thonë, edhe sot e kësaj dite nëse e shihni emblemen e ushtrisë shqiptare është tepër e kuqe edhe ngjyra është shumë e zezë. Që i bjanë, me thonë, as përsafërmis përputhet me këta të UÇK-s. Kur u dalë UÇK-a në BIN, në fillim ka qenë një qetësi, një vdekje klinike, unë i thamë. Tashti nuk kanë ditë a më tuta, a më gëzua, qa ka ndonë, ndoshta edhe s'kanë më rime e kuptu mirë që janë njerëz të UÇK-s, sepse uniforma e parë publike, ka imi shku në BIN, bilis maj men kur tha Regja që të daut maskën, dhe shumë, s'ka marrë heqën e maskën. Kështu edhe, kjo është arsye pse jam edhe pa maskë, nuk bëhet fjallë që unë jam konë ma trem se Regja ose se Muja, po rasti ndodhi që është ndodhi,
Edhe kur ka fillu Regja me folë, dhe më thonë atë fjalinë e parë sa ka kry, i maj mend do gra afer arkivolit kanë fillu. Dhe më thonë brëritjet kanë fillu mu ngrit në kom. Edhe sidomos mas ati zonit madhë kur ka ardhë uqëk pe nalt, afer një formali, atër ma dhe në aty s'ka pas, dhe më thonë ajo kënë si uragan, masa në kom, po tuj se ma efekti ose pesha e fjalimit, veç s'ka pas hisranësi, se shka po thu, ose qarë mesazhe e ka jep mesazhërim, ishte prezenca fizike përballë gjithë ati lumi njerëzve që ishin përballë neve, dhe thonë që gjitho që unë kom, po tuj që arrun edhe arkivolin e herojt tanë që i kishim para vetit, se dy partë, edhe popullë e kish për parën edhe na. Kështu që edhe pe ati momenti menoj që Kosova veç ka hinë luft. Ndoshta jo në përmasat kombëtare shpejt e shpejt, por familjet e mdha, zonat e caktum, zonat e traditës, luftarake, do të thonë, po tuj se gjithë janë mobilizu. Edhe duhet me përdorë edhe me deklaru një fakt. Shumica e familjeve në Kosovë këshin pas armë. Me dhënë qysh në kohën e luftës dytë botnore, kohën e Rankovicit e pastaj dera një kur kanë fillu ndoshta edhe për diasporës, por unë e di që kur kanë fillu njësit e para mu mobilizu e mu ekspozu ma shumë, njerëz veç kanë ardhur edhe me armë, të armatos, dikush me i push gjëtije, dikush me i manzeret mrejtet i kanë thonë të njerë, dikush me na i pistolet, ka pas familje që kishin pas edhe Kalashnikov, për shau push të Jugoslavis, që në fakt, kur i një tjerë që tojnë lufta ka fillu në 98-ën, mendoj që lufta ka fillu pikrisht në Laush me datën 26-8. Po më dhimin se Recep Selimi sot duhet më ballafaqu me kësi shpifjesh nivelit ma tol, në një drejtësi ndërkombëtare, kur bota e den realitetin në Kosovë. Kur NATO në krye me SBA-n, pikrisht për shkak gjenocidit serb ka ndërhy, e ka bombardu Beogradin, e ka bombardu ambasadën kineze në Beograd, në mbrojtjet të dinitetit dhe drejtës njerëzore, në këtë rast mbrojtjet qytetarëve shqiptarë të Kosovës, sepse kemi pas mbi 1 milion banorë që shpërngulën pe Kosovë me dhunë. E kjo është të vërteta janë për shta mëdhimin këta burra që ballafaqohen me kësi ndytësirash, edhe kur kush pe faktorin ndërkombëtar nuk e ngrit zonin për një të vërtet, sepse drejtësia ndërkombëtare, veç fjala drejtësi ndërkombëtare, kjo duhet me tingëllu edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se në emën të tyre po bëhet kjo pa drejtësi kundër bashkëftarëve të mi në këtë rast, kundër Hashimit me shok. Edhe unë nuk më shefi, me thonë, unë e kom qujtë gjykat raciste. Me thonë, ajo që gjykon shqiptar, e për 15.000 shqiptarë të vramë të çdo në të masakru me halasi kemi gjitha 2-3.000 njerëz tanë, nuk e ka ngrit as një akuzë, nuk e pranon as shtash e patët rastin para disa jave, nuk e pranoj as Landën për njerëzit të zhdukur dhe të vramë të masakru në Kosovë.